në kuzhinë, vazhdoj me recetën e dytë, pasi kemi vendosur tavën me petot dhe me perimet të piqen, tani vijojmë me një tjetër recetë. Do bëjmë qofte? Do bëjmë qoftet. Faktikisht quhen, Suzukajtët quhen. Por kanë edhe diçka. Më nuk të kam parë ndonjëherë. Se kam pyetur pin apo s'pindi? E shoqëron verën, për shembull apo. Nga dalë se do ta vazhdosh fjalinë. Po prandaj të lash. Po nga një gotë verë po. Unë nuk i preferoj as verën as gjë. Unë po nuk pata uzo. Po ti je një shtres më tej kufirit. Thjesht, është një raki duke pasur po ti vendosur në një staranis apo finokun, kanë atë aromën e uzos. Pia e Greqis. Por zbusin shumë mirë qoftet. I japin një aromë jashtë masë të mirë. Pra, ka mishin e grirë, do të shtoj. Do më thënë ti në këtë mënyrë e pije konsumon uzo, në vetëm të që... Unë dehe me lëmë fruta që jo. Nuk e tek mishi e pikë shu në gotë. Shtoj pak spezjeks. Po. Kumin. Një erës fantastike kumin, piper i zi. Piper i zi. Këto i largoj këtu, çfarë më duhen, do të shtoj. Pakës fare miell. Pakës mesatare krip. Normalisht edhe thelpit e hudrës. Pra, po bëjmë qofte, të cilave ju kemi shtuar uzo këtë herë. Tani, mua nuk më pëlqen ti kaloj fare në rende, do thoni ju në rende të madhe, në rende të vogël, po ja, kështu, në thik, imët. Po them se është mënyra më e mirë për ta përdorur udhrën në kuzhinë, shtypja dhe prerja, kjo është mënyra më e mirë, sepse e kemi treguar dhe kemi thënë dhe stërthënë disa herë që kjo mënyrë aktivizon më së miri alicinën, që është përbërësi substanca kryesore antibiotiku natyral që ne i themi për hudhrën, vetëm në këtë mënyrë, duke e coptuar, duke lënë për pak sekonda, minuta, dhe më pas e shtojmë tek kur flasim për taratorin apo tek sallatat apo në gatimet të ndryshme. Do të shtoj pakës... Çfarë të duhet? Nenegjik, mente? Nenegjik. Freskuse. Shtojmë dhe ujit, një gjethe të tillë, që e kemi të gjithmonë në këtë formë, pak limon, kastravecë dhe nenegjik, e freskon dhe jep një aromë. Niki çdo mëngjes e ka kështu tabiat, huq, që thoni ju. E do nga një kane me detox. Edhe mirë bën, faktikisht. Është një nga mënyrat për t'u hidratuar tani në verë dhe për t'i rizvendësuar ato që kanë e humbim përmes djersës. Freskët. Mishin e kishim mishviqin apo përzierje? Mishviqi. Mishviqi mora unë, faktikisht po tjetë përzierje është akoma edhe më mirë. Faktikisht, mishit të derit i largohemi në verë, i largohemi paksa në verë, nuk është edhe i këshillueshëm, sepse shumë mund ta bëni me mishin e qingjit. Do thoni ju shkon shumë. Unë them, çfarë duhet, pastaj ju e vendosni vetë. Kam bukën që e kam njohur paksa me qumësht. Është për të lidhur. Mund t'i shtojmë, po vezë t'i shtojmë? Galet, jo. Nuk ka vezë. Nuk i shtojmë fare. E përzijem brumin dhe sigurisht që çdo brum që përzihet, si ai me miell, si ai me mish, duhet të qëndrojë aq më tepër në rastin e këtyre qofteve që qëndrimi në frigorifer i bën ato më të lidhura mirë. Si të shikoni? Ja si është brumi. Po. Në masat e duhura kemi edhe tani do t'japim formën. Do dhe pak krip, të laj pak duart. Shtojmë dhe sasin tjetër të kripës, ndërkohë së bashku përmbledhim përbërësit e recetës së qofteve me uzo, të cilat i mbajnë ato një aromë ndryshe, kombinuar dhe me menten.
Ju duhet 500 gram mish i grir viçi, 2 feta buke tull i zbutur në qumësht, 8 thelpinj hudhra të shtypura, 1 lugë gjelle kumin, 1 lugë çaj piper i zi, 1 lugë çaj piper djegës, 1 lugë çaj krip, 1 filxhan kafeje me miell dhe 1 gotë vaj ulliri. Pastaj vaj tjetër për skuqje, pasi të kemi përpunuar mirë brumin. Shtoj vaj. Sikurse dhe opa. Gjë më kryesore është që të punohet mirë brumi. Janë të buta, Mishi. brenda. Pjekja dhe nxehtësia, pra nxehtësia duhet jetë e duhur që pjekja mos të marrë sipërfaqe dhe brenda të jetë gjak. Pra, e thash në shprehjen e gjysheve. Po. Goj. Gati është dhe vaj, tash do t'japim mira që të qëndronte, por në pa mundësi për të... Paksa. Kjo është madhësia mesatare që ne jemi mësuar të ndërtojmë. Ose sa një Më grusht. ndodh që kur kam një sasi më të madhe të brumit të qofteve, i jap këtë formën, i vendos në grirje dhe kur ti kem gati për përdorim, thjesht i nxjerr pak orë më përpara për t'u shkrirë dhe për t'i pjekur ose për t'i skuqur. Kështu që të mos e bëni 2 herë punën, një rrugë 2 punë, themi ne. Sa kap grushti? Nuk kanë vezë. Një pudrose se i vesh ato më mirë dhe i mban të buta nga brenda. Këtu të petët janë fryrë, gjithashtu për shkak të rritjes së volumit brenda atyre të perimeve, është marrë një masë më e madhe, o ta sillim për pak minuta për ta parë dhe ju anvisa rezultatin e recetës së parë të tavës me petë dhe me perime, ndërkohë i vendosim qoftet që të skuqen. Pra këto qofte faktikisht e mirat mirave është që gjithmonë të kalojnë me patate. Po. Pra nuk duhen qofte të holla, se janë kërnacka. Dhe çfarë shkojnë? Shkojnë shumë mirë me tarator, me tzatziki. O me pilaf, Në me forma të patate, si ndryshme? që thamë, ka mënyra më edhe kështu si që janë. Me salca të ndryshme, me salcë të kuqe, Patjetër. salcë të bardhë, dhe kemi sjellë në forma të ndryshme shoqërimin e qofteve. Vendosim e rëndësishme është edhe skuqja e tyre, që ato të mos tahen dhe t'i kthejmë nga të dy anët, marrin nxehtësinë Thjesht e duhur. nuk duhet të ketë miell shumë, pra aq sa Atë shkunde të edhe lë. pluroset pak, po. Po të duam Japi një të shtypur në aty. forma të ndryshme. Ja. Nëse duam t'i bëjmë për hamburger, I bëjmë më patjetër, rumbullake, më që të bëjmë një më të sheshta. madhe, një të tillë. E mirat mirave që si që ndodh me anvisat, kam përshtypjen ato që janë dhe pak më të ngarkuara me punë, absolutisht nuk e humbasin dhe shijen edhe aromën kur ne i ngrim, për shembull, i kemi marinuar I kemi kështu, bërë dhe të ngrira. sanduiçin, e Sikurse vendosim aty. Me të njëjtën gjë kemi vepruar dhe me salcën. Po. I vendosim në frigorifer pjesën tjetër dhe përdorim një ditë tjetër, pra në rastin kur t'jemi në shtëpi, se ne kaq kemi, kaq mas brumi kemi që do ta skuqim të gjithë sasinë. I kthejmë që të mos digjen.
Ja. Mirë, pra, i lëm që të skuqen, ndërkohë uzo. I lë derisa Ta avulloj alkooli. ta avulloja, aroma e mirë, goxha. Po. Edhe pavarësisht do më thënë se janë qoftë ajo aroma e uzo si kur i jep një friski, një... Pra ti kur thua uzo, ty të vjen det, diell, dashuri. Po. 3 dët, dimensionale. Marr dhe i vendos. I servirim qofte që të kalojmë pastaj tek receta tjetër. Me qënë se edhe qoftet janë gati, edhe tava është gati, kështu që le t'i vendosim të dyja mbi tavolinë, dy recetat e para që të lutem, më merrte ca pomodorit vogla aty, derisa unë të vendos. Transferojmë edhe qoftet, për t'i parë nga afër anvisat, dy recetat tona të cilat kanë përfunduar dhe mos harroni një ujë të pasuruar me limon, kastravec, majdanos, mente, çfarë të doni ju nga këto kombinimet, kemi shtuar dhe gingerin përsëri, ose mund të jetë thjesht një ujë limon, pak kripe dhe gjerthe borziloku, tepër hidratuse, po ashtu edhe ndonjë degëz, ja, dhe ujë me rozmarin nuk është keq. Provojmë dhe shijojmë shije të ndryshme.